unë nuk pres risi, prononcimet e tyre janë publike, edhe të zotit Shatri, edhe të ministrit dhe të vetë ministrisë. Po është letra dërguar në UEFA, nuk është qëndrim. Është përgjithësi, është obligim, jo përgjithësi, është obligim i tyre që të monitorojnë kuvendet zgjedhore të secilës federatë. Po, a mund të kërkuan ato që janë kërkuar detajet që janë kërkuar në letrën e dërguar nga ministria në UEFA? Të kërkuan edhe sot nga Fidan Shatri, nga delegatët, nga kuventarët e këtij kuvendi? Jo, sot nuk mund të kërkohen që të ndrohen aktet normative apo nenet në statut, sepse ky është kuvend zgjedhor, nuk është për po në rast që thuhet që kuvend nuk pranohet. Këtë përkraje absolute të zotit Ademi ka vend për çfarë do ndrimi statutar. Do thotë është përkraje. Çka nëse ky kuvend nuk është në përputhje me ligjin dhe nuk njihet si rregullt nga Ministria për Çullin dhe Sport? Po supozojmë, po mbase mund të mos jetë ashtu, nga ajo që shihet dhe prononcimet që i ka bërë ministria, vetë ministri letre dhe zoti Shatri, atëherë ata në këtë fazë kanë hezitimet e tyre për ta pranuar, por hym në një fazë krejtësisht të re. Unë konsideroj që Federata e Futbollit do ta mbyll sot kuvendin zgjedhor, ai do të pranohet nga UEFA dhe FIFA sepse monitoruesit e tyre veç mora informacion që kanë ardhur dhe janë në sallën e kuvendit dhe rrjedhimisht procedurat dhe polemikat mes ministrisë shumë ka gjasa reale që në të ardhmen të zgjidhen edhe përmes gjykatës administrative në këtë rast, sepse ministria nuk është rasti i parë që polemika ndaj një federate i zgjedh në gjykatën administrative dhe në disa raste dhe i ka humbë ato. Unë uroj që bëhen trupa punuese profesionale. Çka nëse federata e humbet licencimin në këtë rast? Atëherë, çështja e licencimit është shumë delikate, duhet me bë përpjekje të jashtëzakonshme që klubet mos marrin atë fazë, sepse i vetmi psim në këtë rast janë klubet, sepse ato janë